Furstudna është një nga zonat më të bukura të qarkut e Elbasanit. Resurset e mëdha natyrore të pyjeve të ahut e bëjnë zonën e Stëblevës, një zonë tërheqëse dhe të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit malor. Si pjesë e parkut kombëtar Shebenik Jablanic, pyjet e Furstudën janë tashmë në ruajtje të rreptë nga Drejtoria Rajonale e Pyjeve, duke parandaluar prerjen e pyjeve. Ajri i pastër dhe qetësia e jashtëzakonshme janë dy nga karakteristikat më të mira të pyllit, ku veç ecjes në natyrë, shkrepjes së fotove, dashamirësit e malit mund të mbledhin kërpudha të freskëta apo të organizojnë piknik. Nisur nga sa më sipër, shoqata e alpinizmit, skive dhe turizmit malor në Elbasan e ka shndërruar në traditë organizimin e udhëtimeve për ecje në pyjet e Furstudën, duke udhëhequr grupe të mëdha me dashamirës të natyrës. Edhe këtë fundjavë ekipi i alpinizmit, skive dhe turizmit malor në Elbasan, në drejtimin e trajnerit Artur Guni dhe pjesëtarëve të tjerë, organizoi një udhëtim drejt Furstudën me rreth 50 dashamirës të malit dhe natyrës. Gjëra që nuk treten, domethënë që nuk janë të riciklueshme. Po kupton mbeturina këto mollëshe këto riciklohen, po gjëra tjetër si puna e qesëve apo e kanaçeve këto mos sillen absolutisht kupton. Kjo, e dyta. Nektar se dini, do jetë në fillim do rish nektar? Po mirë, atë do rrim fillim. Fillim janë vet, në fund është nektari dhe rregulli është që përpara meje nuk del asnjë nga ju, po as mbrapa atij asnjë. Domethënë për çdo lloj arsye, nevoja personale, çfarë do domethënë që të shoh, duhet lajmëroni. Tani keni edhe mësuesit, normale domethënë mësuesit kanë atë pjesën e tyre, po këtu janë një pjesë e mirë, janë alpinistë e shoqatës, kështu që do ju këshillojnë gjatë rrugës, mos e merrni për test për atë çfarë do ju thonë, kështu që zbatojnë. Ne rruga është ecje e lehtë, për domethënë kështu quhet, sepse është vetëm ecje. Do të marrim te pjesa e lukinës dhe tek pjesa e kodrës që është panoramike, nuk ka vështirësi. Ne do mundohemi t'ja zgjedhim pak rrugën ndryshe nga herët e tjera që kemi ashtu, do ecim rrugës. Nëse ka kërpudha që mund të mbledh me kërpudhën, ato janë pronëimi. E veçanta e këtij udhëtimi ishte padyshim pjesëmarrja e shumë të rinjve dhe kryesisht nxënës të gjimnazit Konstantin Kristoforidi, të cilët në drejtimin e AST Elbasani kanë shijuar bukuritë përrallore të Furstudën, ku ndërto përmendet liçeni Furstudën dhe pyjet e larta të kësaj zone. Pasi ka mbërritur në Furstudën, grupi i dashamirësve të natyrës ka nisur ecjen për në mal, e cila ka qenë relativisht e lehtë. Gjatë rrugës pjesëtarët e grupit kanë shijuar pamje mahnitëse të natyrës, duke i memorizuar ato jo vetëm në kujtesë, por edhe duke shkrepur foto, cilat më pas i kanë ndarë me miq. Në kthim nga mali, të gjithë pjesëtarët kanë qëndruar në një nga restorantet e zonës, ku kanë shijuar gatime tradicionale të Stëblevës. Për nxënësit e gjimnazit Konstantin Kristoforidi, ky udhëtim do të mbetet gjatë në kujtesë, si një ditë ndryshe, larg stresit urban. Diçka ndryshe nga rutina e përditshme, tashmë kjo ditë ishte një ditë që i lam pas dhe mësime duke u fokusuar tek qefi. Më shumë se qefi ishte diçka një eksperiencë që ne e morëm me shumë guxim. Kjo është hera e dytë që ne organizohemi si klasë për këtë lloj ekskursioni. Ka qenë një eksperiencë e bukur që herën e parë dhe herën e dytë ne e përsëritëm, ishte diçka më e vështirë, pati pak më shumë lodhje. Megjithatë ne her pas here na pëlqen që mos merremi gjithmonë me ato aktivitetet e përditshme nga mësimi në shtëpi ose këto festat që bëhen gjithmonë. Kemi zgjedhur një mënyrë tjetër që për ne ka funksionuar si klasë dhe sigurisht që do ju rekomandoja gjithë të rinjve të moshës time. Edhe të moshave tjera është një eksperiencë vërtet e veçantë. Ndryshe nga herët e tjera, këtë herë vendosëm që të zhvillon një ekspeditë ndryshe me klasën, ku të shkëputeshim pak nga shkolla dhe të përjetonim një eksperiencë të re. Dhe me këtë kuptuam që jo gjithçka fokusohet tek shkolla apo tek një shëtitje mbasdite, por mund të përjetojmë në shumë gjëra të tjera siç kësaj radhe. Ora kalon shpejt dhe dielli nis të perëndoj. Ndërsa pas një ditë të bukur dhe me kënaqësinë që të fal udhëtimin në mal, pjesëtarët e AST Elbasani kthehen në qytet duke lënë pas një fundjavë të paharrueshme.